Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e vitit 2026, sepse po afron edhe për një muaj. Atëherë, është leximi i përgjithshëm, ju merrni vetëm atë që rezonon me ju dhe do shohim energjinë që do na vinë në lidhje me këtë lexim. Atëherë, unë këtu shoh një person që vjen drejt jush. Është një person që ka shumë pasion, dëshiron të jetë me ju dëgjues, por ndërkohë shohim që është një person që është në një pozicion të favorshëm, por ndërkohë është duke menduar gjatë gjithë kohës në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim që ky person udhton, ndoshta në një udhtim që është shumë i favorshëm për këtë person, por ndërkohë është duke pritur një lajm nga ju dëgjues. Dhe kjo mund të ketë lidhje në lidhje me një njohje të re që ju mund të keni, ose në lidhje me njohjet ose lidhjet që ju keni. Gjithsesi, unë shoh që ky person ndoshta ndihet pak i pakënaqur, mund të jetë edhe pak i friksuar nga madhështia e këtij personi, ose nga madhështia juaj dëgjues, por ndërkohë është një person që duket sikur përpiqet që të vi drejt jush, për të arritur dhe për të folur me ju dëgjues. Pavarësisht vendit ose situatave që ju mund të keni. Por shohim një person që është në një pozicion shoqëror të mirë, flasim këtu, si nga ana materiale, nga ana financiare, por ky person nga ana tjetër ndjen pasion në lidhje me ju dhe sikur dëshiron të bëj diçka në lidhje me këtë dashuri. Dhe vazhdojmë. Atëherë, çfarë mendon ky person në lidhje me ju, dëgjues? Dhe këtu kemi, nuk thamë energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të tokës, dhe kemi energji të shenjave të tokës përsëri. Gjithsesi, është lexim i përgjithshëm, nuk kanë shumë rëndësi shenjat. Dhe këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së Denit, energjia e shenjës së binjakëve, më falni, dhe energjia e shenjave të zjarit. Gjithsesi, shoh që ky person është tërhequr pak, e shoh më të tërhequr, është duke menduar në lidhje me këtë dashuri, por është edhe një person që ndihet i pakënaqur ose është ndiher i pavlerësuar. Ky person mund të mendojë që ju kujdeseni për dikë tjetër, ose mund të jetë dhe një person që nuk e di ju ndjek, ose një person që mund të ketë hyrë në marrëdhënien tuaj. Por gjithsesi ky person është shumë i dashuruar me ju. Dhe shoh që është një person që përballet me pengesa në lidhje me ju dëgjues, dhe ndoshta ky person mendon se meriton gjithçka që të jetë me ju. Por është dikush që ndoshta ka përjetuar dhe një dashuri tjetër, ose mund të jetë dhe një person që mund të jetë edhe një person i tretë këtu. Gjithsesi, ky person dëshiron të trajtojë këtë dashuri dhe ta marri më seriozisht, por unë shoh që ky person has pengesa në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi, është një person luftarak që dëshiron të përballojë gjitha këto pengesa për të ardhur drejt jush. Çfarë ndjen ky person në lidhje me ju?
Atëherë, këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjës së luanit, energjinë e shenjës së briciatit. Unë shoh një person që është i vendosur në qëllimet e veta, është një person që ka pasion, por është dhe duke u përpjekur të kuptoj diçka në lidhje me këto ndjenja ose me këtë dashuri, nëse është e vërtet ose jo. Sepse këtu shohim që ky person i vendos vetes qëllime për të ardhur drejt jush, por dëshiron që të jetë i lumtur në këtë dashuri, ose e quan si një lloj provimi ardhjen drejt jush, për të besuar tek ju dëgjues. Gjithsesi shoh që është një person që mund të ketë shumë tërheqje të fortë fizike ndaj jush, por është edhe një person që po përjeton pak në lidhje me të kaluarën e vet, me situata të vështira që mund të ketë kaluar, ose me përvoja dhe eksperiencat të vështira që mund të ketë kaluar. Dhe ky person ndjen dhe dëshiron që të tërhiqet nga ju dhe ka tendencë për të tërhequr, sepse shohim që ka një tërheqje të madhe. Ndoshta ky person mendon që të plotësoj ato dëshirat ose këtë pasion që ka në lidhje me ju. Mund të jetë edhe një person pak i vështirë ose një person që ju ka krijuar vështirësi. Dhe marrim një pako tjetër dhe shohim. Si do shkoj kjo njohje ose lidhje në vazhdimsi. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ujit, energjitë të shenjës së demit, dhe kemi energjitë të shenjës së demit, shigetarit dhe peshores. Unë shoh një fillim të ri, është një kupë e mbushur, emocionale e mbushur, plot e për plot, ku ky person dëshiron ose unë shoh një fillim të ri për ju, me shumë emocione, por shohim që dhe qëllimet e këtij personi janë që të futet në këtë njohje ose në këtë lidhje me ju. Ndoshta është një person që ka hequr dorë nga gjërat që ka besuar në lidhje me dashurinë, beson shumë te intuita e vet, por shoh që është dhe një person i mençur, por dhe i përullur ndaj kësaj dashurie. Ndoshta ky person dëshiron të qetësoj dhe ato anktet e veta, por shoh që mban edhe sekret këtë dashuri, këtë fillim të ri. Ndoshta dëshiron që ta bëj këtë fillim të ri me ju, beson te intuita e vet dhe unë shoh që ky fillim i ri do bëhet, sepse ky person ju shef si një perandoresh ose si një perandor, mund t'i merrni në të dyja energjitë, dhe këtu kemi energjitë i tham pak a shumë, por mund të ketë edhe persona të lindur në janë të gjitha muajt, mos i përcaktojnë muajt. Atëherë, unë shoh një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Dhe vazhdojmë në lidhje me këtë histori në të ardhmen. Unë shoh një takim shumë të bukur, shumë bukur. Atëherë, jemi të energjie shenjave të zjarit, energjie shenjave të tokës dhe energjie shenjave të tokës përsëri. Gjithsesi tham që energjitë nuk është se kanë shumë rëndësi. Unë shoh që ky person do keni një takim, do ndjeni shumë entuziast në lidhje me këtë takim, do jeni dhe duke e festuar, por ndërkohë do jeni themelet forta në lidhje me këtë dashuri, me këtë njohje të re që mund të keni, ose edhe me këtë lidhje ose njohje që ju keni. Është një person që do donte shumë të sqaronte diçka, të bashkëpunonte me ju, ose të ketë disa diskutime këtu të rëndësishme në lidhje me këtë dashuri. Sepse është një person që dëshiron të investoj përsëri tek ju, ose është një person që dëshiron vërtet të investoj nga ana emocionale në këtë dashuri. Dhe unë shoh që ky person do investoj. Mund të jetë një person që është te vendi punës në një rast, në rastin tjetër mund të jetë dhe një person që e keni njohur në grupe njerëzish, në shoqërinë tuaj ose
edhe në grupe të ndryshme. Diku ku keni shkuar, por është person që njihet në grupe njerëzish. Dhe si do përfundoj kjo histori me ju? Atëherë jemi te energjia e shenjës së luanit, jemi te energjia e shenjave të ajrit, por dhe te energjia e shenjës së denit. Atëherë ju shoh që nuk e di, por shoh një lumturi për ju. Në momentin që ky person do dëshirojnë të investoj nga ana emocionale, ndoshta duke ju takuar, sepse shoh që keni një takim, dhe ky person dëshiron ta çojë më përpara këtë njohje ose këtë lidhje. Sepse shoh që këtu shfaqet shumë i lumtur personi, por ndjen edhe si një ofertë shumë të mirë në lidhje me ju dëgjues, ose është një formë ftese që ky person mund t'ju bëj. Ky person dëshiron të shkoni diku së bashku për të pasur një takim, ndoshta në një vend me ujë, por është një person që dëshiron të bëj diçka dhe dëshiron që të përfshiheni në të diskutoni, sepse shoh shumë diskutime, por dhe një përfshirje emocionale të personave për t'u afruar me njëri tjetrin. Gjithsesi është një person që është tërhequr në veten e vet, mbas një takimi do tërhiqet në veten e vet dhe do jetë duke menduar se si t'i japi drejtim kësaj njohje që do bëni, ose mbas këtij takimi, ose kësaj lidhje që ju mund të keni. Gjithsesi unë do marr tarotin romantik dhe do shoh se a do ketë një bashkim midis jush në lidhje me këtë person, a do vazhdoj kjo njohje që ju do arrini të bëni gjatë kësaj periudhe, por dhe në vazhdim, sepse këto janë leximet të përgjithshme dhe vlejnë në çdo kohë. Ju mund t'i shikoni sa herë që ju ndiheni në pozicion ose në pozita për të parë një video. Dhe shohim përfundimin. Shoh që është një person që ju mendon shumë, jemi te energjia e shenjave të ajrit këtu. Është një person që ndoshta e ka mbajtur dhe sekret këtë dashuri, por ndërkohë shoh që ky person është duke ëndrruar se si t'ju takoj, si t'ju bëj një dhuratë, por shoh që është edhe një figurë shumë gentilese në lidhje me energjinë femërore, por energjitë mund t'i merrni dhe në të kundërt. Gjithsesi, ky person është duke menduar, ndoshta ka pas një kohë të gjatë duke e menduar këtë gjë, ndoshta ka kaluar dhe vështirësi në lidhje me situata të ndryshme që mund të ketë pasur, ose ky person është në gjendje pagjumësie dhe mendon në lidhje me një vendim të caktuar, ose në lidhje se si ju mund t'i përgjigjeni dëgjues. Është një person që ndoshta do disa sqarime, do një përgjigje nga ju, por do të jeni, domethënë, një person që do dhe sinqeritet në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim përsëri, personi është duke menduar, është ulur në një tryezë, përsëri e mendon, kalojmë nga 9-a te 7-a, e mban sekret këtë dhe po e mendon me veten e vet. Është një person që ndoshta mendon t'ju bëj dhe një ftesë për të diskutuar ose për të hyrë në bisedime në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu kemi energjitë shenjave të ujit, shoh një takim për ju, kemi 200 e kupave, por ndërkohë shoh dy persona që mbajnë mas, sikur janë dy persona, kanë emocione, kanë dashuri për njëri tjetrin, por e shoh sikur të dy këta persona mbajnë një mask dhe nuk dëshirojnë ta shfaqin këtë dashuri te njëri tjetri. Edhe pse e shoh që energjia mashkullore është gjatë gjithë kohës duke parë ose duke ndjekur energjinë femërore. Gjithsesi është një takim ku ju shprehni emocionet, por është më tepër një takim në distancë që ju dikush është duke ju vrojtuar nga afër, shumë nga afër.
Dhe unë shoh që është një person që është shumë i emocionuar, ka emocione në lidhje me ju sa herë ju shikon dëgjues. Ose ky person gjithmonë bën diçka që t'ju tërheqë ju vëmendjen. Dhe këtu flasim për dikë që ka emocione në lidhje me ju, ndihet i gëzuar kur ju shef ose kur tërheq vëmendjen tuaj, dhe këtë mund ta bëjë nëpërmjet rrjeteve sociale, por dhe nga afër, sepse është një person që ju ndjek dhe nga afër. Dhe dëshiron të bëjë një fillim të ri. Këtu jemi te energjia e shenjave të tokës. Ky person, ai ose ajo, sepse jo domosdoshmërisht është energji maskullore, shoh që është një person që ndihet entuziast në lidhje me një fillim të ri. Dëshiron të rrezikojë me ju dëgjues, ose në këtë njohje, në këtë lidhje, ose në këtë dashuri që ky person ndjen, ose që ju ndjeni me njëri tjetrin. Unë shoh një fillim të ri nga zerua, me shumë entuziazëm, edhe pse këta persona, me sa kuptoj këtu, dëshirojnë ta provojnë këtë njohje ose këtë lidhje. Po, kjo mund të ketë lidhje edhe me një bashkëjetesë ose diçka tjetër. Atëherë marrim një mesazh nga ëngjël dhe shohim se çfarë mesazhi ju japi në lidhje me këtë dashuri. Atëherë, se janë kthyer mbrapsht letrat. Dhe këtu ju thot, ju keni forcën, thot, për të diskutuar. Është si një, ose për të biseduar, ose për të bashkëpunuar me njëri tjetrin. Është si një film i bukur, thot. Shumë e bukur kjo. Duhet jeni të bashkëpunoni me njëri tjetrin në lidhje me këtë dashuri. Është vërtet një mesazh fantastik. Unë do marrë dhe një mesazh tjetër. Dhe ju shoh që këtu thot do merret një vendim. Jemi te energjia e shenjave të ujit. Do merret një vendim, thot. Është e nevojshme që kjo të ndodhi. Ndaloni, thot, së ndëruari, do të thënë veproni, ndaloni së ndëruari dhe veproni në lidhje me këtë dashuri. Është një mesazh fantastik, edhe ky. Është momenti që të merrni një vendim në lidhje me një njohje që dëshironi të futeni, një lidhje ose për ta çuar para, ose një njohje që ju keni, sepse është momenti që ju e ndjeni të nevojshme për ta bërë këtë. Dhe ndaloni duke ndëruar ose duke krijuar iluzione, dhe merrni një vendim në lidhje me këtë person. Atëherë kjo ishte për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe një herë të gjitha videot e këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar, videot e javës, video me tema për dashurin, por dhe videot e vitit 2026. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Dhe ju falenderoj të gjithëve që më ndiqni. Atëherë, ju uroj një mbazditje të këndshme dhe një dëgjim të këndshëm të kësaj video.